Çështja e pronave sot është kthyer në një plagë të shoqërisë shqiptare, në një çështje që jo pak herë ka gjeneruar konflikte e madje edhe në rrezik të lartë. Të zgjedhësh një çështje prone në Shqipëri është e pamundur, kështu janë shprehur qytetarët lidhur me çështjen e pronësisë. Duhen vite, kosto dhe njohje, pasi mënyra e vetme për të fituar kauzën e ngritur është ndjekja e procedurave të zgjatura, konsulta me avokat, me kosto marramëndse, e mbi të gjithat duhet një jetë e gjatë që çështja të mos trashëgohet në brezat pasardhës. Udhëheqje e mbaruar, e skaduar, gjykata të mbaruara, administrata e mbaruar. Dhe këtë problem, mendoj unë, këtë problem me pronat e krijon administrata shtetërore, duke i krijuar material gjykatës edhe pastaj gjykata bën siç i do qefi. Tek neve nuk ekziston shtet, megjithse ky qeveritari tha që do bëj shtet, nuk ka bërë shtet akoma. Bile nuk e ka nisur ta bëj shtet. Nuk po bën gjë për shtetin, me gjithë deklaratat të bëri. Dhe kështu mendoj unë, sepse pronat është i hedhë shfajnë 7500 njështit. Po të ishte zbatuar 7500 njështit, do të ishte rregulluar gjithçka, mendoj unë. Unë s'kam pronat i që të ashtu, nuk kam marrë na 7500 njështit, po që se do të ishte zbatuar mirë, do të kishte pasur rezultate. Me një administrat korruptuar çdo gjë bëhet. Unë kam lef, sepse veten administrat kam jetuar aty, kam qenë drejtues në atë sistemin e mbarshëm që është diktatorial. Nëse ai ishte diktatorial, ky është më diktatorial se ai pari, dhe të paktën populli i zgjidhesh problemi. Tani nuk zgjidhet. Qytetarët që nuk janë marrë të shtetit, ato që bëhet lufta, që bëhet dirama kundër ato e tani. Po ligjet e tokave u folën atëherë në atë kohë që në 2001 doli vendimi që do të thej tokat e Zotit, edhe akoma s'po kthehet. S'po kthehet. Dhe më shumë fajin për mendimin tim si personale e kanë fajin gjykatat. Gjykatat pasërullasin njerëzit dhe i bjen vërdalla. Duke pasur që do të ketë edhe në ata që kanë dokumenta falso dhe kërkojnë që të marrën pronën e tjetrit pa të drejtë. Prandaj që kjo duhet të ketë një ligj dhe të zbatohet sa më parë. Ka pasur raste plot që tokat bile si që e kam dëgjuar dhe në televizorin si bllokuar ajo në Karaburun, ajo tokat që është kardoshu. Ka dhe raste të tjera plot, ka raste sa të duash, ka raste të tilla. Që marrin pronarët pa ditshëm që nuk u takon, marrin pronën e tjetrit. Kjo është mendimi im personal, është faja është e gjykatës, se ligjet kanë dalë të gjitha, gjykata duhet të zbatojë ligjet. S'gjendet më ky kush e ka fajin. Pra, problemi i pronave mbetet. S'gjendet më kur. Ju keni prona për shkak? Kam pasur. Po çfarë ka ndodhur? I mori sipas ligjeve që bën këta. I mori tjetri. Mua më thonë më gënjejnë, do t'japin parat tonë. Thonë kështu, bëj pa ik paguaj parat, nxjerrësh dokumentat tjera, të bësh ti rinovosh prapë këtë. Mbas se do ikin në Tiranë, po arritat do të sqarojnë. Kush e ka fajin mendon? Kush e ka fajin? Kush e ka fajin? Faji është jetim gjithë. As nuk e gjen dot kush e ka fajin. Është punë këtu, nuk është punë pronën tek i Zoti. Do i zgjidhur me kohë e punë. Pavarësisht ndryshimeve ligjore për pronat, duket se ende asgjë nuk është në rrugën e duhur, pasi edhe në zyrën e hipotekës Vlorë ka mira dosje të mbartura ndër vite. Çështja e pronave ka qenë një nga problemet më të thella të shoqërisë shqiptare, por edhe të shtetit shqiptar këto vitet e fundit. Ndaj ka qenë një nga ato procese për të cilat ka patur gjithmonë pritje për të dhënë një zgjidhje, por siç duket, zgjidhjet e dhëna deri më tani kanë rezultuar të atilla që dëshmojnë një dështim të këtij procesi. Toka duhet të kthehet tek i Zoti, shprehin qytetarët.